Myftinia e Shkodër ka organizuar në Bibliotekën Marin Barleti një aktivitet shkencor në përkujtim të dietarit të shquar islam shkodran, Hafiz Halid Bushati. Aktiviteti nisi me referatin e teologut Naim Drijaj, që bëri një përshkrim të momenteve më të spikatura nga jeta e këtij dietari të shquar. Në jetë shkrimin e prezantuar për të pranishmëve, u theksua lidhja e këtij dietari me xhamin, fen dhe bibliotekën, si pjesë pandare e aktivitetit të tij të spikatur. Më pas një analizë më të gjerë të dorëshkrimeve dhe gjurmëve shkencore të trashëguara nga Halid Bushati e zhvilloi në referatin e tij Muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Në hulumtimet e mia rreth personalitetit dhe gjurmëve diturore të dietarit Hafiz Halid Bushati, më tërhoqi vëmendjen një shënim ansor me shkrimdore në brendësinë e një libri të vjetër në gjuhën arabe, në cilin dëshmohet se besimtari arrin në gradën e miqësisë me Allahun me një nga këto tri rrugë, duke lexuar në librat e të parëve, ose të dojë për hir të Allahut, ose të ketë një prinjes murshid. Të trija këto tri stacione drejt lartësimit në marrëdhënie me Zotin, që reflektojnë në jetën e përditshme të besimtarit në shoqëri, i kam gjetur dhe evidentuar në ato pak gjurmë cilësore që koha i ka ruajtur në botën e sekreteve të saj të çmuara për llogaritë të dietarit Hafiz Halid Bushati. Në emër të familjes Bushati ka përshëndetur nipi i Halid Bushatit, shkrimtari Xhahid Bushati, që përveç falënderimeve për organizatorin, ka shpalosur edhe disa kujtime dhe emocione që lidhen me emrin dhe kujtimin e dietarit Bushati. Në fund të aktivitetit, Muftiu i Shkodrës i ka dhuruar zotit Xhahid Bushati dhe Bibliotekës së Shkodrës një foto të vulës dhe kaligrafisë arabe të këtij dietari të nderuar islam shkodran.